Në Pentar, aty ku kreu shërbesën dhe kaloi ditët e fundit të jetës së tij, u celebrua mesha e shenjtë në nder të At Nikol Kolajt, meshtarit me famë të madhe shenjtërie e shtaratet, të cilit u gjetën 70 vite pas vdekjes së tij, falë iniciativës së famulitarit të Dajçit Domtri Tandoci. Ka ardhur gjithçka natyrshëm për këtë ditë, që mas 70 vitesh me kënd pranishme këtu eshnat e Padre Nikollës. E ka po visha rrugës. Thosha sa herë, Padre Nikolla do t'jenë sjellë për Pentar të shku me voju njerëzit, me beku, me pavarrime. Provania e Zotit deshti që mas 70 vite të vinë edhe një herë. Në këtë vend, huaj është përkushtuar mishe me shpirte që e bani të famshëm Pentarin, besoj si kur më parë me shërbesin e tij bëritore vërtet prekse. U flitte se ekziston mundësia që t'jenë 3 eshnat, e doli e pavërtet, sepse gjetme e eshnat aty, e një trupore që nano që Padre e pasamaj gjithmonë thojnë dëshmitar gjatë lutjeve, me shumë devocion, edhe unazat ku varte rozaren e tij si frat. Plus veni ishte aty edhe eshnat ishin komplet të pa lujtu në venit. Kjo bani mandena që me konfirmu se ato eshnat janë tijet, na duhet me zgjallë, si duhet me nej përbëri kryqit Krishtit. Padre Nikolla a fut në ata që kanë nej përbëri kryqit të Krishtit e përbëri kryqit të trupit Krishtit, që është kisha e tanë kërzuar të kësaj botet, me nej përbëri këtij kryq me urat, me shpirt dhe mëshurie. Kishte dëshmina që thoshin kur i bishin smur kjate. E ju drejtohet shtanot, shtanot, ta duket mrekulli. Kjate vetë. Ka herë ju nota edhe me shtanot, e kapte truporen edhe thot helli për drejtarin që ose nuk mashnosh, edhe dëshmit njerëzve, e nollte mrekullia. Po që ishte feja plot, nuk e kishte mu tallë. Në këtë zonë, frati gjatë viteve të jetës së tij ka bërë mrekulli të shumta, të cilat edhe sot dëshmohen nga besimtarët e zonës. Edhe ka kuvend për Padre Nikollën që ka bërë mrekullina shumë, ka shnosh një prej belit, një mishiman prej belit. Ai ka kanë, dhe më thonë, i të lidhun hekra ka kanë tonë këtu. Edhe kanë thonë, Padre, ka thonë, këna ishtu, pa në mënët, ka thonë, s'muna mjesë zgjidhe, ka thonë, se s'upon nuk o thët gjanë. Mo në mënët, ka thonë, jo mo për zgjidhe, se s'u thët gjanë. Si për thonin, e kanë zgjidhe, i ka kënu Padre, i ka kënu, ka shumë dhe me thonë, a lutë për te, si kanë shku djerë si të rëkaje. Faleminderit Zotit për këtë ditë, si na erdhe për më hap këtë gëzim, për me njoft këtë shenjë të madh, si baba jem e ka pa vetë mrekullinë me sytë e vet, si kanë ndek 5 fëmijë rresht. Edhe ka ardhur te frati një tolle, ka kena një moment hirit edhe gëzimit me na falat një vëlla qirit që kena, e sot jena edhe 2 motra. Kena i familje të madhe, Nipa, Mesa, Sternipa, Stermesa, falë Zotit. E ti Padre Nikollë si a lut, e ka bën gjithçka për familjen tonë. Po kam ndëgju shumë edhe për shumë familje, e shumë shërime, shumë lirime. Qysh e kam marrë në Pentar, e kam lut këtë frat gjithmonë, me lutje, me urat, sa herë që kam kalu këtu parit, të shoh Zot, a thu do të dalin dritë, emri tina, shetnia tina. Edhe e bani Zoti sot. At Nikol Kolaj ka shërbyer për shumë vite në famullinë e Pentarit, duke u kthyer kështu jo vetëm në një model jete, por edhe në një ndërmjetës shpirtëror përmes mrekullive të tij, të cilat mbeten dëshmi e gjallë për besimtarët e zonës dhe më gjerë.